Përshëndetje miq. Sot do ta përgatis një tatli tradicionale me pak përbërës që besoj që të gjithë I kemi në shtëpi. Fillojmë me 2 vezë. Dy gota të çajit sheqer. Një gotë të çajit vaj. Nina po na bën muzikë. Një gotë të çajit gjalp I shkrir. Këtu kemi miell, 2 gota e gjysmë, pra gota që I përdorim në përditshmëri me pi ujë. 2 gota e gjysmë miell. Një pak koplur për pjekje. Dhe e përzihem mirë derisa ta fitojmë brumin e butë. Pra e kemi fituar një brum të butë dhe tash mund të fillojmë me I përgatit format. Format gjithmonë sipas dëshirës tuaj. Tash format I kemi rregullu. Furrën e kemi ndes paraprakisht. Do t'i pjekim në temperaturë 200 gradë rreth 20 ose 25 minuta. E shikojmë me sy. Bravo Nina. Dhe tash janë gati për në furrë. Për ta përgatitur shërbetin e tatlis, na nevojitën 3 gota të ujit sheqer, si dhe 3 gota ujë, pra 3 me 3. Tash I kemi hedhur 3 gota sheqer. I hedhim edhe 3 gota ujë. E lëm që të zihet 5 minuta dhe është e gatshme për me ja hudh tatlisë së pjekur. Duhet të kemi parasysh sepse shërbeti duhet të jetë I vakët, kurse tatlia, pra ëmbëlsira, duhet të jetë e ftohur kur t'ja hedhim shërbetin.
tash gjithçka është gati. Ne ja hedh shërbetin.